إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الله عز وجل لأفضرويم أتا فلندرويم أما ضرويم الله عز وجل e cili është një dhe nuk ka shak, dëshmoj se nuk meriton të adhurohet askush përveç tij, dhe dëshmoj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i tij, paqja, mëshira, bekimet e Allahut azza wa jall qofshin mbi të, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij besnik dhe mbi gjithë ata të cilët e përcjellin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Nuk ka dyshim se fjala më e drejtë dhe më e vërtetë është fjala e Allahut azza wa jall, ndërsa udhëzimi më i mirë dhe më i plotë është udhëzimi i pejgamberit tonë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, ndërsa vepra më e keqe dhe më shëmtuar është ajo shpikura në fe, nga se çdo shpikje në fe është bidat, risi, çdo risi që në humbje, çdo humbje që në zjarr të xhenemit, Allahu na mbrojt neve dhe ju prej tij. Vëllezër të nderuar, e këshilloj veten dhe juve që t'ja kemi frikën Allahut azza wa jall me një frikë sinqert, edhe mos vdesim ndryshe vetëm se duke qenë musliman, që kem frikën Allahut azza wa jall kudo që të jemi, edhe të pasojmë të keqen me të mirë, se mira është një të keqen, mirë po dhe të silmi me njerëz me një edukat dhe moral të lartë. Në hutbën e kaluar, për neve rastësisht, e kemi folur një temë, një problem që ne ballafaqohem si musliman dhe si njerëzimi. Ajo është smundja me mendimallësisë. Edhe kam cekur një hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe kam thonë se na ka informuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se nesër në ditën e gjykimit Allahu azza wa jall e pështjell qiellin me dorë djath dhe e lëviz edhe tokën me dorë të majt, edhe thot enel melik enel mutajabbirun أين المتكبرون أين الجبارون أين المتكبرون, dhe ju thot gjithë krijesa dhe njerëzimit se unë jam mbreti ku janë ata tiranët, ku janë ata mendjemdhënjet, nga se realisht atë ditë nuk do të ketë askush që të pretendon një gjatë tillë, edhe pse këtë dynja e pretendojnë, mirë po edhe kemi treguar se realisht njeriu nuk ka drejt me pretendu një gjatë tillë, se sa krijese vogël është, sa krijese dopt është, thjesht në këtë tokë është vetëm një krijesë prej miliona krijesave tjera. E toka është një krijesë e vogël prej trupave qiellore gjithësisë. E tërë gjallësia në krahasim me krijesa tjera, me arshin, është si një hallkë hudhur në një shkretir. E përmbiarsh është Allahu azza wa jall. E nëse njeriu me këtë dobësinë e tij, me këtë vogëlsinë e tina, është atër ai takon atina me kon mendje madh, edhe me shfaqje arrogancë edhe krenetësi. E nëse ndoshta ndonjëherë na ikun këto kuptime, Allahu azza jall po na sprovon kohë pas kohe me treguar se sa i dopt jo i njeri. Ky ujë që në Allahu azza jall e ka bërë rahmet, edhe është shaj prej shanjave të ekzistimit të Allahut azza wa jall. Wa ja'alna min al-ma'i kull shay'in hayy, dhe kemi krijuar edhe kemi bërë çdo gjë gjallë prej ujit. Dhe ky ujë i cili është bereqet për njerëzimin, që me të edhe ngjallen trupat, edhe ngjallen tokat, e që elhamdulillah Zoti e zbret atë me sasi, domethënë të konsiderueshme që thjesht me pas mbarvajtje të jetës në tokë. Mirë po kohë pas kohë ndoshta e lëshon pak më tepër që me vetë disu njeriu se ky ujë po pika
po kanë mundësi edhe me konë azab, kanë mundësi edhe me konë dënim për njerëzimin. Allahu Azza wa Jalla ka bërë këtë jetë që t'jetë botë e sprovave, që Allahu Azza wa Jalla më na sprovua edhe me të mirën, edhe me të keqen, se kjo është ligj që Allahu Azza wa Jalla ka lënë këtë botë. Wa nablukum bish-sharri wal khayri fitnatan wa ilayna turja'un. Dhe ju sprovojmë edhe me të keqen, edhe me të mirën, e të na keni mu kthy. Na sprovon me varfëri, me pasuri. Na sprovon me shëndet e me pasuri. Na sprovon me thatësi, ndoshta ndonjëherë me shije, me vërshime. Mirë po ilayna turja'un, te Allahu Azza wa Jalla keni mu kthy, edhe keni me pas secili për jush rezultatin e asaj që keni vepruar në këtë botë. A keni qenë për atyre që keni falendëruar, a keni qenë për atyre që keni bërë sabër, se realisht kur vinë këtë sprova, gjithmonë në vetën e tyre kanë edhe hurtësi. Për dikën kanë mundësi me konë ngritje deregjeve dhe shkollave të Allahu Azza wa Jalla nëse bojnë sabër, për dikën kanë mundësi edhe me konë si shlyrje e mëkateve të tyre. Mirë po gjithë jemi të bindur se Allahu Azza wa Jalla nuk i bën askujt zullum. Nga se Allahu Azza wa Jalla këtë çështje ka ndaluar vetës së tij dhe ka ndaluar këtë njerëzimin që me bën njëri tjetrit zullum. Mirë po, ajo që kërkohet prej besimtarit, kërkohet që thjesht çdo sprovë që i vjen këtë botë me e orientu edhe me kuptu ashtu siç është më smirti dhe ashtu siç është më drejti, edhe gjithmonë me kthyn favor tina edhe dobi tina, nga se kështu ka thënë Allahu Azza wa Jall, asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dhe ka mundësi ju disa sani ju rreni e që në to ka hajër për juve, mirë ka mundësi dësen dhe i dënje, e në to ka shërë për juve, Allahu e din, e ju nuk e dini. E në rastin konkrete, edhe këto sprova që jem të sprovu këto ditë, Zotë e din, por neve gjithve duken se në fatkeqësi natyrore, se faktikisht është bërë dëmë me kështu më radhë dhe gjithajnë evidente, mirë po Zotë e din se çfarë hajri ka mundësi me qenë pas tyre, nga se për besimtarin edhe sprova ka mundësi me qenë e dobishme. Pra të ka në hadithën e vërtet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se është më të vërtet me u çudit me punën e besimtarit, nga se e tër puna e atij është hajër. Qofse i vjen një e mirë, është falendërues për të, e është hajër për të, mirë po edhe nëse sprovohet, bën sabër në atë sprovë, e sabri është hajër për të. E në dyja rastet, realisht çështja sillet mes falendërimit dhe sabrit, e të dyjat janë hajër për besimtarin. Mirë po vëllezër të nderuar, ajo që shpesh po na ik, e që po duhet edhe shpesh me përsërit, është me treguat fuqinë absolute të Allahut Azza wa Jall, se është i forti e i ploti e jem në dopt e kem nevojë për të. Shpesh ndodh me pas thatësi, edhe i përgjerohem me i lutim me Allahut Azza wa Jall, me dhe thonë, o Zot, çona veç pak rahmet prej qiellit. Mirë po nonën tjetër, si po në elshon dëshi e me në elshu pak ma tepër, me herë pjanisu mua në ku me thonë, o Zot, nale këtë shi. Me tregu se edhe në rastin e parë, edhe në rastin e dytë, ti e miftjaq dhe ki nevoj për Allahun Azza wa Jall, se s'kim mundësi me qëndru as një moment për rahmetin Allahut Azza wa Jall. Edhe kur jenë thatësi, mirë po edhe kur e lëshon Allahu Azza wa Jall shihun pak ma tepër. Thjesht, qofse ti mendon njeri se ke filluar mu pavarësu, edhe me arrit këtë dunja, edhe me shku me përparun shkencë e teknologji, pesheni se faktikisht kur po vinë edhe vulkanet, edhe termetet, edhe vërshimet, edhe stuhit, asë të një nuk po munën me sfidu një ushtar për ushtarve të Allahut Azza wa Jall, kjo thjesht me na vedisue se sa dopt jem, ka shi Allahut Azza wa Jall, edhe me ditë se për kanë jemi ftjaq, ka duhet mu kthy, edhe kuj duhet mu lut, edhe kuj duhet mu për ull, edhe mos me lidh zemrën pras kanë tjetër, vetëm për atë i cili ka çështjet në dorë, ai është Allahu Azza wa Jall. Edhe në çështje vëllezër të nderuar që duhet me pas konsiderat është kjo. Thash,
Këto janë ligjet e Allahut Azza wa Jall, sprovat janë ligjet e Allahut Azza wa Jall, që me to funksionon kjo botë që Allahu Azza wa Jall me i po, cilët janë njerëz të devotshëm, më cilët nuk janë të tillë. E këto sprovat shpesh kanë mundësi me kon, thash më ngrit njeriu drejtë te Allahu Azza wa Jall nëse bën sabër, ndonjëherë me kon shlyrse për mëkate, mirë po edhe herë, edhe ka herë ka edhe din me kon edhe dënim. Ka herë to sprova kanë mundësi edhe me kon dënim për mëkatet tona, se gjithë jem mu të anku, se mëkatet që jem të i ba, edhe që pa i shohëm, na gjithë pendjem vetën tonë, se realisht kështu nuk shkan puna. Kjo alkohol, kjo zina, kjo dolaver, kjo tradhinshit blerje, mos flasëm për njerëz që të hisë fare zbesojnë, e ndoshta edhe e fendojnë e finë Allahut Azza wa Jall, ose adhurojnë dikën tjetër përveç Allahut Azza wa Jall. Këto mëkate e kanë një kosto. Para se me arë nesër ditën e gjykimit mu dënu të Allahu Azza wa Jall, ne vetën tonë e dim se që shtot kjo punë nuk shkon. Atëherë duhet me pas kujdes edhe kur na sprovon Allahu Azza wa Jall me këtë sprova, me ditë se a mos e kemi shkaktuar hidhrimin e Allahut Azza wa Jall, a mos Allahu po merr hake po na dënon. Nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të nderuar e ka pas zakon. Kur e ka pa që po vinë rret, u hi e u dal në shtëpi, e ka rrok sekleti edhe ju ka ndru ftyra, edhe e ka vrejt Aisha radiallahu ta'ala anha se diçka s'është normal, se krejt njerëz kur shohin rre, sidomos atje në Arabi Saudite, në të vend thota, thjesht përgëzohen dhe mendojnë se ku marr shije, ku marr bereqet. Edhe ka thonë ja Rasulullah, pe të shoh ty çfarë po ndodh me ty, ama njerëz krejt tjerë domethënë gëzohen kur vinë rret. Thot Aisha, ka pas popull që janë gëzuar çështë si këta. Ama kur ka ardhur domethënë drejt, ama në to ka pas e ka pas domethënë stuhie dhe ka pas shkatrim për ta, ka folur për popullin e Hudit dhe mund të kanë mohuar Allahun Azza wa Jall. Pra duhet me pas njeriu kujdes nëse të nderuar në çdo rast me kërkuar falje te Allahu Azza wa Jall dhe me bëj istighfar, edhe me lut Allahun Azza wa Jall që me qenë vetëm sprov, që na shtin mëkatet e na ngrit drejtet e kurse se mos me kon dënim për dënimit Allahut Azza wa Jall. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. Dhe të ndëruar kur po flasim për këtë sprovë që tash këto ditë jemi goditur me këto vërshime e që shumë familje janë dëmtuar edhe thjesht nuk mundën me banun ato vendet e tyre, shtëpijet e tyre, edhe në botë dëmet konsiderueshme që realisht kërkohet rikuperim. Fillimisht duhet me falendruar çdo institucion që ka reaguar me kohë, mirë po edhe çdo njeri i vullnetit të mirë, të cilët thjesht i kanë bashkangjit kësaj iniciative që më dhan ndihmë këtyre njerëzve. Realisht kjo kërkohet për besimtarit dhe kjo pritet nga se realisht këtë jemi të edukuar në të. Wa ta'awanu 'ala al-birri wat-taqwa wa la ta'awanu 'ala al-ithmi wal-'udwan. Dhe bashkëpunoni në mirësi dhe punë të mira, kurse si në domethënë mëkate dhe dhërmitësi. Por thjesht është koha që njerëzit të solidarizohen, të ndalin ndihmë njëri tjetrit që të kaluat kjo sprovë sa më me lehtësi. Mirë po edhe një realitet patjetër duhet me folë në të. Ajo është se nuk është hera e parë që po na ndodhin këtu. Si ka 3 vjetë që ka ndodhur vërshimet po thuajse të njëjta, ndoshta me dëme edhe më të mëdha. Edhe nuk kemi vetëm shirat, ne kemi edhe zjarret verës. Këto dukuri që faktikisht ne dim që janë prej Zotit, edhe janë kaderi Allahut Azza wa Jall, mirë po edhe e dim se në forma tjetër edhe faktori njeriu është sebeb i këtyre. Në rastin konkret, këto janë përgjegjësi më të mëdha të shtetit. Edhe këtu kuptohet se na shpërfaqen këto senet, ato domethënë hallkat që nuk funksionojnë, ato gabimet që janë bë, mos po thojmë ato keqpërdorimet që janë bë. Nga se realisht nuk po kem asnjë strategji që 25 vjet me i trajtu këto dukurinë tyrore,
po gjithmonë luhet ping-pong, jo në nivel qendror, një në nivel lokal, edhe faktikisht na si qytetar pe bojmë edhe pe pagojmë fakturën. E që realisht duhet mu vedisu njëre për gjithmonë. S'po thoj veç ata edhe po dhe na, nga sa ato ndërtimet paleje që i bojnë qytetarë, atë bërdogun që e gjujnë atje e gjujnë qytetarë, ato do më thonë ujrat e zeza atje i gjujnë qytetarë, se cili jem do më thonë të marë pjesë këtë, nuk është këta dhe ata. Nga se po më kujtohet një rast, edhe pse se kam zakon me tregu si rastësh, një vlla tregoj ke kur isha pas tufte të punu, sigurim në një vetë shërbim, edhe kontrollonin kush po vjedh. Zakonisht tashin vjedhshin njerëz të ri edhe moshës mesme edhe shumë rrallë, ndoshta një i vjetër. Edhe njëherë në rasti se gjejmë thonë ka merr një plak, të marr diçka edhe po e marrëm zyret tonë, edhe tash ajo plak çka më bë dhe pyet shumë se pse i loke po merr syn tuat. Edhe ajo pi përgjigjet o djalë jam ku menu që është e shtetit. Se realisht ndoshta në atë ish sistemin e shtetin e kaluar su kon shteti jon. Edhe pse s'ke se arsyton. Ama tash kjo shteti jon. Kjo është vendi jon. Do më thonë që kjo natyrë, që ta lumej, që të male, që të sene këto e në tonat, nuk ka nevoj faktikisht që mja gjut, do më thonë, topëve që dikuj tjetër, zjarë fikzve, policisë, tjetër, ministrisë, po gjithë jem thjesht faktor dhe individ që mundu me ndiku pozitivisht këtë punë. Aj tjetë njëri mos me gjuhë bërlëg, aj mos me bo ndërtime paleje, aj ujat e zeza me ndale, kështu me ra thjesht që mos me ardhë të nëshim me pagu fakturën, aj zakonisht që është me i dopti. E për atë do të me pas kujdes vëllezër të nderuar se kemi përgjegjësi edhe për Allahut Azza wa Jall. Në pejmonit e kemë që një pengesë me largu prej rrugës është pejmonit e qysh njeriu me vedije që të pengesa në rrugë, lutim Allahun Azza wa Jall që të na vet disa neve si individ e si shoqëri edhe të punojmë për vendin tonë që thjesht të ecë përpara edhe të jem shembull për të tjerë. Lutim Allahun Azza wa Jall që këto dëme që janë bërë Allah Azza t'ja kompenzon dhe t'ja lehtëson atyre. Lutim Allahun Azza që kjo fatkeqësi të përfundon me kaq edhe mos kem fatkeqësi të tjera. Lutim Allahun Azza që të na fal neve për drejtonë të fal këtë muslimanë në përgjithësi. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم صيبا نافعا مريئا هنيئا. اللهم حوالينا لا علينا يا رب العالمين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.